Po këto trajnime, doktoresh Beare, po ndodhin të një pas njëshme me tematika të ndryshme, por të gjitha e ka një mision, do me thonë këta, përmirësimin e cilësisë. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Po është një mision i shejt që pse unë thash edhe më herët që përveç mjeteve inovative, të cilat gjithmonë sjellin një ndryshim kur dërgohen për çdo qendër mjekësisë familjare dhe kudo në sisteme shëndetësore, është edhe kjo rëndësia tjetër e edukimit të personelit pastaj. Momentalisht në cilën fazë të trajnimeve janë? Tash jemi në fazën e trajnimeve për punëtorët social, një cikël do të thotë i punëtorëve shëndetësor ka përfunduar dhe do të vazhdoj me ciklin tjetër prej muajit shtator. Tash jemi në ciklin e edukimit të vazhdueshëm profesional për profesionistët e shërbimeve sociale dhe trajnimet janë të shkuar në mënyrë shumë të rregullt dhe të mirëfillt. Përveç që profesionistët përgatiten në përdhënien e shërbimeve sa më cilësore dhe më produktive për një performancë sa më të mirë të mundshme, Kosova Med ka menduar edhe për profesionistët si ta mbrojnë veten, domethënë për shëndetin mendor të profesionistëve, pasi se profesionistët e shëndetësor kryesisht janë më të ekspozuar ndaj stresorëve të ndryshëm për shkak të përgjegjësive që natyra e punës e kërkon, prandaj edhe bahen trajnime edhe për profesionistët shëndetësor si ta mbrojnë veten nga konsumimi profesional, nga stresi, nga ngarkesat në punë, do të thotë Kosova Med kujdesohet edhe për shëndetin mendor të profesionistëve që ofrojnë këto shërbime, si në aspektin shëndetësor ashtu edhe në aspektin e shërbimeve sociale.